Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar në një seancë plenare maraton zgjedhjen e anëtarëve të rinj në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, organi më i lartë vendimarrës i institucionit qendror financiar të vendit. Me 74 vota pro, 16 kundër dhe asnjë abstenim u miratua zgjedhja e Selami Xhepës si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës. Xhepa është ekonomist dhe pedagog me mbi 20 vite përvojë akademike. Ishte ekonomist i lartë në Bankën e Shqipërisë dhe ekspert i politikave ekonomike. Me 72 vota pro, 19 kundër dhe një abstenim në këtë funksion, u zgjodh edhe ish kryetaria e gjykatës kushtetuese, Holta Zaçaj. Po ashtu, me 74 vota pro, 17 kundër dhe 0 abstenim, Kuvendi miratoi zgjedhjen e ish ministrit të financave, Ervin Mete. Jonida Prifti, profesioniste e sektorit bankar me përvojë ndërkombëtare, u zgjodh me 73 vota pro, 18 kundër dhe asnjë abstenim. Ndërkohë, projekt vendimi për zgjedhjen e Matilda Shehut me kërkesë të kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste do të votohet në një seancë tjetër. Zgjedhja e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës vjen në një moment kyç për politikën monetare dhe stabilitetin financiar të vendit, ndërsa Banka e Shqipërisë vijon të luajë rol qendror në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve dhe mbikëqyrjen e sistemit bankar.